kohët e fundit. Kjo rrugë është shtrume që kur ka fillu mu shpillzu ky vend, se ky vend ka qenë mal komplet, pyll, i dendur. Dhe që ka fillu nga Vasposi, a ka fillu Vaspoj dhe ka dalë deri në Majt Bjesht. Kështu që kjo rruga bëhet herë për ta shfrytzu drunin, për sharra. Për sharra. Po. Dhe pas kësaj kohe e mrapa, nuk ka marrë kush asnjë mundim me bë diçka për këtë rrugë. Pra kur është bërë rruga po thua? 65-ën. Po si ja bënte fshati para 65? Nuk ka qenë fshat këtu. S'ka pas? Ja. Pra fshati është i vendosur? Jo, fshati këtu s'ishte, po vetëm kanë qenë ato të sharrës, sektor të fsharë, sektor fsharë. Në morë sharra, po sektor. Është popullu në 77 në gazetar. E kuptoj, pra këtu janë gjithë banorët e larguar për shkak të përmbytjes. Përmbytjes, të lumë. Po, shumë vërtet. Po ju jeni tamam si atje ke sektori Nia, ku i bie, afër Porto Romanos. Të lumt. Se kam bëu unë emision atje. Atje që çun ato mbetit kimike. Dhe ata kështu thoshin, jemi larguar nga liçeni Fierzës. Gjithë tokat gjithë janë përmbyt me aty ku janë Tirana, që i thon Kasall. Qaf zota, sektori Nia. Po pra ndërmarrje bujqësore, qartë. Fshati i realizimit socialist ka qenë ky, se ka përmbytur. Pra thjesht keni larguar atje, keni ardhur. 77 është popullu. E kuptoj, pra nga kjo zonë, jo shumë larg. Po. Tu ka qenë tokë. Ky ka pas tokën gjysh i tij. Se tokë janë gjysh me tapiti. Pra ju erdhat ke toka tuaja, nuk është se shkut toka gjithë. Përmytën kanë ikë. Ato rregull. Ne jena dhënalisht këto. Ato se kanë qenë përmytën, po tu shasi familjes këto. E kuptoj. Edhe bab? Dhe që atëherë është bërë kjo rrugë duke shfrytzu dronin, lisin, dronin e sharra. Aty mas nuk ka vë kush dorën ta. Dhe ata gurë që ki pati të rruga, i ka venos sharra të mëdhej atëherë, sepse ju deshin të mëdheja, se u deshin me kalu skodat me dron. Edhe ne që atëherë, masi ka marru kjo, u bo liçeni më vonë, liçeni i Fierzës, dhe shteti i atëhershëm mendoj mi prunë të gjithë përmbytjet të to. Dhe këtu ka qenë një masë e madhe dhe njerëzish. Që nga Vasposi, e deri në Kolesjan të Kuksit. E kuptoj. Kolesjan të Kuksit. Që erdhën dhe jetonin këtu. Edhe jetonin bashkë në Ka këtë. më nga ato familje të përmbytura? Apo ka nikur? Ka nikur se doli një frashtosh në Kasall. Janë qatë zote, janë... Po pra, i larguan nga këtu, a këtu erdhën provizorisht? Jo, këtu erdhe ka ndaj shumë kohë këtu. Vonë janë Kena larguar. këtu familjet përmbytura nga Ka ndaj liçeni. disa vite këtu. Disa vite, e di. Po. Pastaj nxori kryeministri Berisha, mos gaboj, nxori një ligj që i vendosi atje? Po, Në zonën e është Durrësit. shumë e vërtet. E kuptoj. Edhe u dha tokë, atje u dha ashtu, atë i interesoj këtë diçka e tillë dhe u shpërbon këtu. E kuptoj. Tashi tu kanë met një sasi e vogël. Jo shumë e vogël, po e vogël. Sa banor ka fshati aktualisht? Sa mund ketë? I keni numru? Vallai këtu banor ka, janë... Ha? Janë prit. Sa familje mësë? Ne shkolla i kene... Jo, ma shumë. Ha? Vetëm këtu në qendër. Ma shumë, ma shumë janë se 30 familje. Jo, 50 janë që tonë... E kuptoj. Pa, Po me gjithë fshatrat e tjerë që gjithë me rrugë? gjithë shatët e tjera tjetër më. Janë 200-300 familje. Edhe do që është për i dajgjë, që to kodra, është veti, a kuptan E ti? kuptoj. Se folli janë deri poshtë, jo se folli që është atje të asfalti, po janë shtëpia deri këtu, gjithën me këta, janë Por ishte një fshat tjetër diku andej, paralel me këta. Me këtë rrugë lidhet dhe ai apo ka rrugë tjetër? Edhe ai lidhet Bregu i Kromës, gjo, Bregu i Kromës, Liçeni ku që ti lidhet? Bregu i Kromës, Liçeni ku shon drejt liçeni ku që ka direkt rrugën, deri në liçet kuq. Po, është e lidhur me këtë rrugë. Pra gjithë kalojnë nga kjo. Fshatrat Kanë të njëjtin problem me ju, ndoshta edhe më të madh se është Jo. rrugë më gjatë. Ne
Ne që na bashkohen edhe tjerë janë bërë këmë që mundet më artu, edhe banoga disa që janë të në bërgët ti proni që peshe. Pra, me pak fjalë janë shumë banorë, nuk është se janë 5 banorë dhe ju kanë lënë për rrugë. Janë shumë banorë, po ti mbledhin tanë banorët janë shumë banorë. E kuptoj. 300 familje. Kështu që s'ka marrë kush asni mos për këtë rrugë. Kemi qenë këto me detyra me sanë nëse kërë plake shadush, kemi bë disa kërkesa, nuk na ka prun kush asni ndimë. Kujt ja keni shkruar këto kërkesa që ti bëjnë qarta? Kujt me emra? Filani, Fistegu. Do kanë kanë gjinushi, do kanë në gjok, do kanë politika nda kanë Tu ku kanë ardhur me në të thamun. Po. Të thamun. Kush ka qenë? Që jemi sa më transparent. Kush ka pasur tash ti them se fut politik, po s'është politik. Jo, emrat e titullarëve që kanë ardhur do t'i thini. Titullarët janë këta. Se është transparent ajo. Këtu kanë ardhur të Partisë Socialiste. Po. Të fillu të Mini Kordelje, ku diun kush janë kontojë. Ka qenë Edi Rama vetë. Edi Rama. Kartë Edi Rama në Ka qenë dikur I ka fotografit. Çfarë të ka premtuar Edi Rama? Ka premtuar rrugë, ujë, që ishim shumë problem. E drita, kena pas shumë problem. Ujë, drita, qëta që i lypshim nëse nuk lypshim shumë gjana luksoze. E ne ka premtu të në morë e s'ka ardhur kur një. Ne mund të ndryshojmë realitetin e fshatit tonë në mënyrë që ndryshojmë dhe realitetin e tryezës familjare në çdo qytet. Vetëm duke pasur një fshat sigurt dhe të garantuar nga mbështetja e vazhdueshme e një shteti që nuk mund t'i mohojë qytetarët e vetë që jetojnë në fshat. Nuk mund t'i fshi nga horizonti i vëmendjes dhe nga lista e gjallë.